demografike i popullsisë shqiptare prezantohesh edhe nga vendi, statistikat, po edhe nga tuajt, si gjenerata, si populli më i ri në Europë. Sepse dominonte ose ishte pjesa më e madhe e tyre dy brezat e rinj. Mosha, bie fjala 1-2 deri në moshë shkollore 20 vjeç, 25 vjeç, edhe mosha tjetër e mesatare 25, 50, 60, moshë e punës, përsëri ishte një numër shumë të madh. Ndërkohë, në vitet 2013-15, po të vëshre, unë nuk shoh më studentat e mi, që përplaseshe gjatë ditë, ku kishe një ëndër, do bëhesh jurist, do bëhesh një inxhinier, nuk i shoh më, nuk i prek më këta. Dhe shoh më shumë shoh moshën e tretë, burrë grua, shpeshherë, po edhe vetëm, shpeshherë gjyshtit vetëm, ose nënat vetëm, dhe nuk shoh atë që është më kryesorja për gjyshtin. Dalja në shumicën, po kështu në 1, 2, 3, në 100 veta edhe ka, sigurisht. Siç ka dhe gocat reja, që janë të veçanës apo të gjimnazit, edhe ka. Por shumica, në për trotuare që shkëmbehesh, apo zbrite nga autobusi, apo në për kafenera, shefë një moshë pothuajse të thyrë. I kam bërë re me kujdes se sa të prekur ndihen gjyshtit. Krahasim me nënat, që nënat edhe ka një lloj tjetri qasje me jetën. Gjyshit, mendoj unë, janë më shumë pacient, janë më shumë të depersonalizuar, janë më shumë të mënjanuar, edhe nga të tjerët, edhe nga vetvetja. Sepse gjyshi mund të jetë ndoshta nga të paktet rasta që gjyshi nuk prek dot niprit. Këto që janë termine që quhen këto mbarimet nervore të thotë edhe Kurani, po edhe Bibla deri diku, edhe librat e tjerë psikologjike thonë që mbarimet nervore të trurit, si në këmbë poshtë, po edhe ke mollcat e gishtinjve, ke duart. Dhe sot marrëdhënia gjysh me nipër është shumë në shkallën e saj më të ulët. Shumë pak gjen që të kesh 3 brezat afër gjyshit për këdhel nipin bje. Shumë pak, sepse 80-90% e shqiptarëve i kanë fëmijët jashtë shtetit. Nuk është puna që fëmijën e rriti, e deshi, e përkëdheli, e martoi, iku dakord në punën e vet, u nda, pa ama ajo që mbyllet ciklin e jetës, si një gjyshi është përkëdhelja e nipit, atë që ai donte ta bënte dhe nuk ja bëri dot, plotësoi dot fëmia, mori një drejtim tjetër bie fjala. Nësa me nipin gjyshi mbyll ciklin e dëshirave të veta. Prandaj edhe përkëdhelja që edhe po t'i bësh re, gjithë nipit, gjithë ta fëmijët apo shkrimtarët e mëdhenj, po t'i bësh re, këta kulturën e parësore e ka nga gjyshi. Çfarë i ka shpjeguar gjyshi, si ka përkëdhelur gjyshi, çfarë gjuhë i ka folur gjyshi për vendin, për vatanin, për gjuhën, bie fjala, për patriotizmin. Prandaj edhe ka qenë lauta apo kanuni apo e drejta e tjetër doksore shqiptare, për cilës shko me shkrim, për cilës me gjyshi me nipin. Prandaj janë vërteta gjitha epopet, legjendat, bëma janë shumë herë më të vërteta se sa ata që shkruanin, sepse kur shkruante, ai shkruante në varësi si e donte pushtetin dhe gënjente dhe mashtronte. Nësa e vërteta e thënë gjyshit e nipi, qëmoti, është shumë herë me pastër, me çlirët, edhe më afër realitetit. Ndërkohë sot nuk ekziston kjo marrëdhënie. Gjyshtit edhe kur ka raste që gjyshi përkëdhel nipin, nipi flet në gjuhë të huajti. Amerikanë, angleze, gjermane, belge, italiane, greke sidomos. Pra gjyshi nuk ndjen dot kënaqësinë e jetës e mbylljes ciklit vet. Që tamam lind si fëmijë, zhvillohet si i burr, i madh, i mirë, i plot, edhe mbyllet prapë ciklin si fëmijë. Edhe duke komunikuar me fëmijët, ai jetën e ka më të shëndetshme. Prandaj po t'i vësh re, gjyshi shqiptar pothuajse gjithë pacient të prekur, jo nga thjesht ato sëmundje që mund të kemi diskutuar me 100 herë. Diku mjedisore, diku të ardhur nga rrethanat përreth, diku të ardhur nga ilaçet e shumta, diku të ardhur nga vetmia, por një gjë është e vërtet, që fëmijët, kur njeriu bëhet gjysh, më shumë bëhen me nënën. Bëhen me nënën ti fëmijët. Dhe dyta, nënat hedhin vickla në shumicën e rasteve, mbas atyreve. I bori fëmijët, siguroi edhe ca nipër me fëmijët, nëna,
edhe më shumë edhe vite rrallë, jo rrallë, nuk e them të rrallë apo dëndur, por që ndodh shpesh që nënat nuk e trajtojnë mirë gjyshin, burin e tyre. E lën pak minjana si. Megjithëse i ka lënë pasurinë, i ka lënë diturinë, i ka rritur fëmijë dhe ka qenë tamam kali apo pela apo gomari i shtëpisë ky babati, ky gjysh. Dhe bjen momenti që ai masi shikon që edhe gruaja e ca disla në moshë 3, po edhe djemtë sigurisht bëhen me nenën, shqyqy që kanë ata që kanë vajza, ata janë të mbreta, ata shpëtojnë ata ti, nga kjo që po flasim. Vetëm kur ke vajza, po e shpëton ti. Se vajtë genetikisht të dhe banë. Po ajo që ndodhë më shumë ti, të lem këto të tjera, ajo që ndodhë më shumë për mua, është gjyshit nuk arrin të përkëllelin nipin, që është vetvetja, është gjenerimi i vetvetes, atë që s'bëri dot, kur ishte i ri apo i vogël apo në moshën e tij madhore, atë që nuk ka plotësoj dot fëmia ti, ai e kërkon ke nipi, që transmeton o me melodi, o me këngë, o me përkëllelje, o me intregim, o me imprall, o me indale, o me shëtitje, edhe ai nuk e gjen dot këtë nip. E pse edhe kur në shumicën e rasteve, edhe kur e gjen me një gjuhë tjetër. Po gjuha tjetër prandaj kombi quhet ap dhe më mëdheti. Se ka një gjuhë. Dhe kur e gjen një gjuhë tjetër, ai nuk ka atë afeksionin, atë dashurinë, e ka dashuri gjaku, po jo dashuri shpirtërore pa, sepse është gjuha që e lidh. Dhe unë mendoj që një nga rastet në Shqipëri ku gjyshit janë më shumë paciencë se ç'duhet, e gjeta fjalën, më shumë paciencë se ç'duhet, jo vetëm për shkak të ilaçeve, jo vetëm për shkak të fëmijëve të rritur, sidomos djem që më njanjojnë baban se bëhen ditur. Kur vdes babai, atëherë kujtohet fëmia, babai im është i ditur. Babai im ka qenë burr. Vetëm kur vdes babai. Unë për vete jam betuar kur më ka vdekur babai, që të bëj se më mësonte se si dua vendi, por merresha me inxhinierin, nuk lexoja libra historik. Në 97 më ka vdekur babai, jam betuar. Ai më mësonte me librat e frashënjotëve, të dajllarëve të veti. Nuk kisha lexuar libra deri në 97 për historinë. Jam betuar në varg babai ditën që ka vdekur, ndoshta ma sillte Aleksandri Madh që betohesh me varin e Akilit. Kjo ishte edhe për qeshur që kështu, po edhe për ta treguar që po e kisha këtë mendje, që Aleksandri vinte në varin e Akilit të gjyshëve të së gjyshit vet. Edhe unë e kisha pranë baban. Edhe jam betuar të merrem dhe të mbroj dhe të ngre vlerat e shqiptarisë. Që nga e kohë, në 97-ën, unë kam filluar të merrem me libra historie dhe 2005-ën fillova të shkruaj për e parë libra histori apo gjuhësi apo etnokulturë shqiptare. Pra do të them që gjyshi që ka një kënaqësi të madhe ta përcjellë diturinë e vet. Ose them vet, unë shumë gjëra kam mësuar nga gjyshja. Më dalin i vogël isha, 5 vjeç deri në 22-3 vjeç më mend dola inxhinier dhe gjyshin e shikoja. Ishin nga vepi nipër që çoja gjyshet atë që nuk e jepte Ramiz Aliaj, si pjesëtare që kanë ndihmuar me veshje, me rroba, me çdo gjë Ushtria Nacionale Shqiptare. Dhe ata nuk i dhanë dot një pension 1000 lekë që ishte atëherë. Ja jepja unë gjyshes. 2, 3, 4, 5 vjet që isha inxhinier. Dhe po nga gjyshja mësoja shumë. Edhe shumë gjëra i kam kthyer në letra, i kam kthyer në dituri, i kam kthyer në libra, shumë gjëra nga gjyshja. Pra, ta mbyll që gjyshtit sot, përposa atyre që tham nga vetë shoqja që u ul marrëdhëniet me burin moshën e tretë, nga vetë djemt sidomos që e ulin respektin në moshën e tretë me baban e tyre. Po ajo që do ishte një zëvendësim i një pasioni, i një dëshire të paplotësuar të gjyshit me niprit, kjo ulm shumë akoma. Edhe kjo e kthen gjyshin pacient, pothuajse. Ja shton sëmundje. Kjo përkëdhelja që është lehtësim, që është zëvendësim i dëshirave, që është kjo prekje që bën gjyshi niprave, është një përcjellje dashurie, po edhe merr. Tamam si snoth që ti përkëdhel qenin. Me vërtet ti aty i vjen mirë, qeni macja, po ndërkohë ti merr një lloj energjie deri në 6 volt, mund ta marrë gjyshi nga nipi tensionin. 3, 4, 5, 6 volt që i bën mirë zemrës. Ajo përkëdhelje. Tamam si kafshë që përkëdhel. E njëjta gjë është gjyshi me nipi që nuk ndot. Edhe kur ndot, rrallë, me ata që vinë 2 herë në vit, apo 1 herë në 2 vjet nga Amerika, është marrëdhënie shumë e dobët, për shkak të gjuhëve ndryshme, se imagjinohet si vetë një popull në botë.
për të jam i bindur që shqiptarët me një bres ndrojnë gjund, nuk flasin me atë, se këte e tregojnë edhe aktorët e mëdhenj shqiptarët. Gjim Belushi mande mend fjalën faleminderit edhe. Gjon Belushi mande mend fjalën kaparat. Deni Davido thoshte që gjuhët e mi flisin një gjuhë grek, më duket, po unë nuk e di çfarë gjuhë ishte. Josep de Guardi të njëjtin gjë, u bëra 50 vjeç, pastaj e mora vesh që gjuha e gjuhës ishte shqip. Albanitas, kryeministra pafund, që gjithë thonë që në shtëpinë tonë flitet shqip gjuhëshi. Dhe pse gjuha shqipe me një bres shndrohet në një gjuhë tjetër, kjo është studim tjetër dhe kjo është një çështje tjetër që mund t'i futemi më vonë. Por përfundimisht gjuhëshi bëhet më shumë pacient për shkak se nuk përkëdhel atë që quhet zëvendësim apo lehtësim apo kënaqësia e fundit e jetës vet, përkëdhelja e niprave. Kjo është. Profesor, ju keni deklaruar